besoj që... Qa e bëj para se të marrin mandatin si president ose kryeministër ca pas. Ti bëhet tani sa janë kohë. Unë s'kam, si ambicesh nuk I kam, Romeo. Okej. Për ta bërë ke, bëhet sa janë kohë. Më falë, duke qenë se jemi në këtë fazë, mendoj që Zoti Meta ndoshta do t'i japi ose ndonjë mesazh Zotit Rama, sepse edhe... Po ndonjë mesazh, mendon që dhe folja tani, në fakt, apo dëshira për të shprehur si dëshmitar, lidhet edhe me praninë e Zotit Basha dhe të Zotit Berisha në SPAK? Jo, nuk e mendoj. Nuk shen ndonjë gjë që mund t'jetë ekstra kundër Bashës ose kundër Berishës, nuk jemi në këto ura. Nuk ka lidhje fare, nuk e besoj. Zoti Meta ndoshta do t'i tregoj Zotit Rama, pra është në një fazë ku ai të gjitha këto, pra erdhi në shtek edhe në saj edhe të vendimit të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, e cila u konstatua edhe nga gjykata e lartë që bëri regjistrimin e këtij procedimi penal, dhe duke qenë se ju hap shtegu për ta dorëzuar të si provë, sepse ne kujtojmë që në pas gjyqit, pra pas procesit të 21 janarit, Zoti Meta bëri marrëveshje me Zotin Rama. Po, marrëveshja e 1 prillit në Shkodër. Pra, marrëveshja ka qenë sepse Zoti Meta duhet ke pasur materiale të cilat e kanë shantazhuar, apo Zoti Meta kishte interese të rehabilitonte figurën e tij politike, dhe kishte interes, Zoti Rama kishte interes... Ka qenë një marrëveshje e heshtur, thua. Pra, Zoti Rama kishte dhe ne u habitëm gjitha në atë periudhë, biles u bë dhe një këngë nga i ndjeri Dr. Flori, që tha zemrat e thyera, do më thënë, për edhe merte këtë marrëveshje, që u tradhuan gjithë qytetarët, sepse u ngritën në atë. Dhe gjithë ne u habitëm se si ka mundësi që u bë kjo marrëveshje. Si duket, gjërat kanë qenë më të thella. Pas të petet mund të hapen pas 15 vitesh. Po, pas 15 viteve... Të gjithë skenarët në base janë të hapur në besoj unë, me gjitha atë kjo është një mendim imi që më vjen pas këtyre segmenteve që shikojmë nga informacionet që marrim. Zoti Karaj? Thënë drejtën, unë nuk e marr shumë seriozisht si një janari. Kemi detektima, se çështja gjyqësore thua, nuk e merr. Ja, si çështja gjyqësore nuk e marr seriozisht. Mund ta marrim si një lloj fiction, mund bëhet një film i bukur hollywoodian, por që kjo të prodhojë një proces gjyqësor pas 15 vitesh, ndërkohë që ka pasur dhe një vendim të gjykatës lartë të vitit 2017, i cili ka vënë kapak një pjesë shumë të madhe të këtij procesi, mua më duket ta rihapësh pas 15 vitesh, është thjesht domethënë që të na mbushësh me kohë televizive edhe ose njerëzit... Ne kemi vendim të gjykatës evropiane. Gjykata tona donin, se gjykata evropiane ta sollicitojnë. Ajo ta konstatoi mendimin tim. Askush të mori përsipër këtu 21 janare. Atëherë, po e marrim në ana juridike. Po. Shpërdorimi i detyrës, ndikimi i përprishjes së vërtetës, prishja e provave, po them disa vepra penale, pas 15 vitesh janë të gjitha të parashkruara. Vrasja jo. Prit. Për të arritur të vrasja... është minimum 20 vjetë dhe i përjetshëm. Ajo dhe vrasja në rrethana cilësore. Dakor. Për të arritur të vrasja, ai që tërheq kamzën... Edhe që jep urdhrin, Jo, urdhri është tjetër gjë. Tërheqja kamzën se tjetër. Ne po dalim ke urdhri, aty kishte Merakun Berisha. Atë. Ajo tha, incizimi tha si ishte mirë tha. Por Romeo nuk mbrej Berishën. Po pran. Fare. Ajo për cilin po flas është që këta zotrin nga 2011 deri tani e kanë mbyllur këtë si histori. Po pse vranë ata për të marrë vend e punës ngarte? Për karrikën atij, për menderin atij vranë. Po sigurisht ke maskurizit. Po pra, sigurisht që e kanë bërë për atë. Po pra. Problemi që ndron këtu që mirë këta e pas kanë bërë për atë. Ai vetëm që guxoi të maj pushtet me dhunë për herë dytë, mas 97-s, të digjet Shqipëria për menderin atij duhet shkojnë në burg. Prandaj kjo është e padiskutueshme, domethënë. Shqiptarët nuk mund të lejnë më pushtetin me gjak e ta marrin me gjak. Se këta e dinë që e kanë pushtetin shqiptyre. Këta bëhen pronar të karrikës ku janë dhe të shtetit të pasurisë publike. Kështu po sillet edhe ky tjetri, po pak më europian ky në pamje të jashtme. Jo më duhet ndarë punë. Tani unë po flas për atë që po zhvillohet. Po pra, ka rëndësi për zhvillimet e mëtejshme në Shqipëri. Të shalli vetëm për 4 vrarë, edhe për shumë plagosur. Po që për zhvillimet... Po tani po del ka thonë sot, i ka bërë i pyetje gazetarë, Poli prape ka ashu, në lidhje me demonstrimet, nëse bë këtë pyetje ta se ne po rrëzojmë regjimin. Do të thonë, ky që ka vrarë dorëzoi regjimin ky.
Pizotëria. A në rregull është me ti, në Po, regjim por presim nga kyne. Prandaj ta dinë ata që presin nga ky, që janë në krye me një person që nuk bëjnë dot më hajër, edhe Po Romeo, nuk ka lidhje kjo, unë po flas për çështjen e 21 janarit në vetvete si çështje juridike. Pra si çështje politike ai atë unë mund ty në garë për pushtet, po hy nga padrejtësia që më janë bë. Kurse ai mund të hyjë si kriminal valla. Jemi pa barabartë. Kemi ndarje të theksuar. Unë nuk besoj thash tek 21 janari dhe nuk besoj që kjo histori në kur të vi fundi, në rast se do vi një fund, do prodhoj drejtësi. Këtu do jemi, ta shikon. Unë besoj që dëshmia Metës që do ndihmoj shumë proces. Unë besoj domethënë që dëshmia kjo ishte batut, nuk po të kthej.